Të nderuar bamirësa nga vendi dhe diaspora dashur, siç e dini me datën 23 dhjetor, unë së bashku, si shoqata e Bereqetit, me Agron Kryezy, komandantin e nderuar dhe mikun Lek Stullën, kemi filluar një aksion për mbledhjen e të hollave për ta gëzuar Arben Rudin, veteranin dhe punëtorin e zellshëm të Gjakovës me një banesë. Falë Zotit dhe pastaj falë kontributeve tuaja, bamirësisht tuaj që i kemi nga vendet, nga diaspora, kemi arrit deri më sot këtu, që është ditë e hanë, 31.200 euro, që i bjen më pak se 9.000 euro përfundon komplet edhe banesa, e cila kushton 40.000 euro, që është 80 metra katror. Falenderojmë bizneset nga Gjakova që kurrë si më parë s'kanë qenë të organizuar, të na ndihmojnë me shuma të mëdha, duke filluar nga 500.000 dhe 2.000 euro, Zoti e shpëlbeft. Falenderojmë shokët e Benit, ata që kanë qenë veterana me të gjatë kohës së lutjes, ta shokët e tij edhe pas lutjes duke ndihmuar mundësitë që kanë. Falenderojmë stafin e Kesit, të cilët kanë qenë grupe të ndryshme që kanë sjellë të holla që janë të lutshur në secila prej tyre. Falenderojmë në njëjtën kohë Diamant Krasniqin, i cili ka qenë kontribucioni dhe po pret me disa shokë nga Dugagjini, atje nga Amerika, të mbledh dhe sot parë ta kompletojmë banesën. Falenderojmë Agron Morinin, i cili mundohet para vetani luftës, punëtor shumë i mirë dhe një bamirës i shoqatës sonë tash sa vite, po mundohet të mbledh një shumë të posaçme për Benin me shokët e vet që ka, dhe duke mos harruar stritin nga Belgjika me ata djem që na atje që na ndihmojnë tash sa kohë. Ajo që vlen të theksohet, kemi ardhur në përfundim për pak ditë, duke ditur se është koha ndoshta më e vështirë, sepse jemi edhe në kohë të vërshimeve. Diku i ka dhënë më javë 2-3 herë fal Zotit, po Zoti ju shpëlbef për bamirësinë që bëni. Këtë GoFundMe që keni pranë jush në fund të faqes tonë dhe postojmë prap, është një aplikacion siç e dini pa asnjë ndihmë shtesë, por provizon nuk ka diçka, jep 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, sa ke mundësi me jap për ta kompletuar, sidomos ata që kemi në diasporë, mundësisht ta shpërndajnë të shokët, të familjarët, se nuk dihet ku dhez, nuk dihet ku do Zoti ja hap zemrën dhe me jap, me qëllim të arrisim shumën. Në momentin që bëhen 40.000 euro, do dalë prap me një uftim se përfundon ky projekt. Zoti ju shpëlbeft, Allah Zoti ju gëzon juve, familjet e juaj dhe ju shton bereqet.